Unë do të rikthehem sërish të historisë së Ratshit, në kohën kur ju ishit aty se kam kuriositet, po thjesht dua të di se si e kafshonit gjuhën, si e mbanit gjuhën ju të arsimuarit, të diturit, përballë padrejtësive, përballë ndonjëherë edhe ignorancës që të detyronte të përballesh me të. Si arrinit që ta përballonit edhe të çdo gjë do kaloj? Shiko, çdo gjë do kaloj atëherë se thoje dot. Atëherë thoje unë do kaloj përmes kësaj. Po që do kalonte, në atë kohë të thoje që kisha shpresë është e gabuar, s'është e vërtetë, dhe besoj që dhe ata që kanë patur histori të ngjashme me mua, duhet të kenë pasur dhe të themi perceptime të ngjashme me këto të mia. Pse e kafshoje gjuhën? Po natyrisht do e kafshoje sepse ti nuk mbaje përgjegjësi vetëm për veten tënde. Unë kisha një nënë, një baba, një motër, që nëse unë bëja diçka, që në sytë e regjimit duheshin marrë masa dhe duheshin ndëshkuar, në ndëshkim do përfshiheshin dhe ata. Dhe ka qenë një situatë kaq e brishtë për familjen tonë, sa që çdo rëshqitje e vogël këmbë mund të ishte rënë në ner. Dhe kjo të bën që të shtrëngosh dhëmbët e të mbash gjuhën brenda. Si merreshit ju vesh mes familjes së vogël? Me komunikim verbal, me gjuhë, kishit kode komunikimi? Mes familjes tonë të vogël ne kemi patur komunikim shumë sinqert dhe të hapur. Unë tregova dialogun e babait tim me mua kur ishte në klasën e 4 fillore. Dhe thash, ai tregoi shumë besim. Sepse aq i vogël sa që isha unë mund mos e perceptoja rrezikun e mund t'i nxirja fjalët jashtë. Dhe sigurisht do të thuaj që këto fjalë i ka thënë babai, se për mua ishte tepër i vogël. Do e psonte babai. Ai besoi shumë tek unë. Unë sot besoj që nuk e zgënjeva. Duhet të ndihesh mirë, besoj, sepse babai juaj u nda nga jeta shumë shpejt, në moshë shumë të re, në moshë 53 vjeç. Dhe është një nga ato gjëra që pavarësisht dhimbjes që kalon që duhet të ndihesh mirë për faktin që unë ndihem mirë. Ndihem mirë vërtet sepse në jetë kam ndeshur, përveç përvojave të mia, në jetë kam ndeshur njerëz që shkojnë që nga zyrtar të lartë, e deri njerëz fare të thjeshtë, që kanë shprehur respekt për timat. Dhe ajo që kam ka dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme ishte kur i mbir ishte kthyer në Tiranë, hipën në një taksi për të vajtur diku, edhe ndërkohë që shoferi dallon që dialekti është i Tiranës, ai vetë është i Tiranës, e thotë nga jeti nga Tirana, çfarë mbiemri? I tha mbiemrin djalit, çeke besimin e kam gjysh. Dhe i ka ndaluar makinën, i ka thënë e kam pas mësues, ka qenë i mrekullueshëm, ka dash shumë, e dinte që unë s'bëja për shkollë, por më ka ndihmuar shumë që unë mos të ngel. Dhe kjo djali u kthye në shtëpi, domethënë fluturonte nga gëzimi që dëgjoi fjalë të mira për gjyshin nga një shofer taksi, njëri i thjeshtë dashamirës. E ka nuhatur që në atë kohë që s'ishte për shkollë. Ai ishte batur. Jo, ishte ai e dinte dhe babai e mbante afër duke ditur, ja thoshte shiko, hajde ta bëjmë bashkë, po të mos ngelesh. Po kjo është aftësia e mësuesit, pra jo që ti denigroj. Me sa duket ka qenë mësues i mirë. Pra, sa na mungojnë këta mësuesit në kohët e sotme. Profesor, ju dha një këshill babai ose si e përjetoi babai largimin nga shkolla, përjashtimin nga shkolla në 81-shin? Nuk është shprehur asnjëherë, po unë kam parasysh momentin kur ka ardhur në shtëpi dhe unë sa isha kthyer nga dega ushtarake me kokën e qethur. Ai ka pas syze, edhe momentin unë i dola përpara dhe i hapa derën. Ai më pa mua bë flak i kuq dhe i rodhën lot. Kaq. E mbante veten shumë, ka qenë burr i fortë, ka qenë karakter shumë i fortë. Po nëna? Nëna pak me dobët, por siç më ka thënë motra, qante kur unë s'isha aty. E vuante largimin që ju po. Nuk është kollaj. Dhe keqja ishte se nuk di se deri ku shkonte. Ju ndëtët 2-3 vjet, sa vite qëndrua? 2 vjet qëndrua për të bërë në ushtri? 2 vjet pa 3 muaj. Më zbritën nga 1 muaj për 3 muajt e zborit që kishim bërë në shkollën e lartë. Cila ishte vështirësia më e madhe gjatë asaj periudhës së ushtrisë? Çdo gjë ishte vështirë, nuk mund të thuhet cila ishte më e madhja. Ishte një ambient, siç thash, shumë abraziv, por nga ana tjetër më duhet përmend që dhe aty kam ndeshur njerëz të mrekullueshëm. Nëse më lejoni ta përmend në emër, ka qenë
shefi i shtabit të regjimentit Gjenjos. Ai ka qenë student i Xhaxhait, ai që ditë të parë që shkova ti më thirrën në zyrën, thash çam do shefi i shtabit mua. Mua më quajnë Muhamet Lushi, ku metëm vetëm, ndërkohë që ishim. Ti do më thuash Meti, tha, nuk do më thuash shoku shefi i shtabit, kur t'jemi vetëm. Çdo gjë që të kesh do vishte unë. Shkuat ju ndonjëherë tek ai? Ai nuk priti që të shkoja unë, se mori aty afër, me qenë se kisha shkrimin teknik të mirë si inxhinier, bëja parullat e asaj kohe. Dhe vija në Tiranë për të marrë bojra. Takoja familje. Që takoje familjen, ashtu. Ati njeriu jam shumë mirë njohur, sepse e kam patur pranë momentet më të vështira. Unë di që nga historia juaj ju kanë ngel në mendje momenti ku profesori ju largoi nga klasa, nga auditori. Ju që ngeni informuar shumë mirë për mua. Faleminderit se bashkë jo. të bisedë se kemi bërë. Si jo, ju kisha të ftuar në studio. Edhe isha shumë kurioze, sepse ju rikthyet sërish në universitet në 89-ën. Ishte ai sërish pedagog në universitet kur ju shkuat? Ishte, po nuk qelloi që të mjetë me mësim. Asnjëherë. Po kur ndesheshit, sepse di që jeni ndeshur në një funeral, po në nuk kemi ndeshur në shkollë më. Dini gjë se si e kishte pritur këtë rikthimin tuaj sepse ishte më tepër se sa politike, duket sikur ishte edhe një gjë përtej politikës, sepse rruhet ishte një vullnet negativ i njeriu që s'kishte nevojë ta shprehte të negativitet në publik, sepse i kishte të gjitha. Titullin profesor, i njohur si pedagog i betonave, pozicionin sekretar partie universitet i fakultetit inxhinierisë, domethënë nuk kishte nevojë ai të kërkonte konfirmim dhe u tregu shumë negativ. Më është dukur shumë e bukur edhe hishme nga ana juaj që nuk e përmendi emrin për një profesor, për të gjitha asaj që ka ndodhur vetëm për faktin që ai nuk jeton më edhe nuk Po, sepse nuk mbrohet dot. Po ta kisha përballë, do t'i thoja, do t'ja kujtoja ngjarjen, por do reagonit sërish njësoj nëse do ta kishit përballë, do ta shikonit në sy siç e keni parë pa i thënë asgjë, duke detyruar që të uli syt, apo do t'i thoshit edhe diçka tjetër? Besoj se po jo, nuk ka nevojë t'i thuash gjë tjetër. Ai nuk është se ishte i zgjuar, ishte i keq. Ishte më tepër dashakësi në atë kohë apo padituri? Paditurisë apo ishte një mix i... Paditurisë mund ta them. Ishte një klim negative. Shikon, në një intervistë tjetër, moderatori përmendi fjalën ashtu ishte sistemi. Jo, sistemin e bënin të keq njerëz pikërisht si puna e tij. Sistemi nuk ra nga qielli. Sistemi kishte rrocat, mekanizmat e veta, levat të cilat punonin dhe këto lloj levash ishin negative, ndërkohë që un kam shumë histori njerëzish pozitiv dhe njerëz me detyra që në një farë mënyrë merrni përsipër një lloj rreziku kur mbështesin. Dhe kam një listë që nuk është e vogël dhe më jep kënaqësi. Keni shkruar ju? Jo, nuk kam shkruar. E di pse më jep të kënaqësi, sepse më bën të dalloj që më rikonfirmon që e mira ekziston. Sa do keq që të ndihesh në një moment, e mirën do ta gjesh të mirën diku. Më duket se kur ju jeni kapur pas elementëve të mirë, për t'i dhënë optimizëm edhe shpresë vetes për të vazhduar përpara. Absolutisht po. Dua të ngelem sërish në këto vite, sepse jam shumë kurioze për një djalë të ri, që është në universitet, që i duhet për të riu, për moshën. Si është kjo përballja? Charmant, me këtë anën tjetër të medaljes, me këtë përballjen tjetër të realitetit, në zona të varfra të Shqipërisë, kjo kalimi pastaj në skravasi ishte? Pjesë e vështirësive të asaj kohe. Njeriu mundohet të krijojë një mikroklim të vetën, një ambient të vetën, edhe atje ku është vështirë fare. Mua më kujtohet që në atë luginën e Gradecit, që ishte një gjë e mrekullueshme nga natyrës, sot bëjnë rafting atje dhe është një mrekullie. Do të thënë, të jep të kënaqësi kur i shikoj edhe në ato kushte. Unë kaloja në një kthes lumi, ku shikoja vetëm pemë, shkëmbej lumin dhe atje rria, lexoja në gjë për të shkëputur në realitet. Pra njeriu gjithmonë mundohet
të gjej të mirën, ose duke u munduar të gjej të mirën, ka më shumë forcë për përballëruar të keqen.